Ne kemi një marrëveshje bazike me Serbinë, e cila po shkelet nga Serbia dhe natyrisht që për të normalizuar marrëdhëniet midis dy vendeve tona është e domosdoshme që ata pikë së pari t'ua dorëzojnë autoriteteve të shtetit ton Milan Radojqićin, kryekriminalin i cili na e vrau rreshterin policor, heroin e Kosovës Afrim Bunjaku, më pastaj të pranojnë të nënshkruajnë marrëveshjen bazike me aneksin e zbatimit, e njëkohësisht edhe të tërheqin atë letrën nga dhjetori i vitit 2023, kur ish kryeministri Brnabić pa të thënë që nuk respekton integritetin territorial të Kosovës. Unë çdo herë shkoj aty që ta konstituojmë kuvendin, ata që vinë, por bojkotojnë duke mos votuar, nuk e di pse vinë. Për bindjen time, ardhja në vazhdimin e seancës dhe bojkotimi i votimit, politikisht është sjellje e papërgjegjshme, juridikisht është shkelje e kushtetutës, me qenë se pika 128 e aktgjykimit gjykatës kushtetuese nga 26 gushti vitit 2014 thotë që të gjithë, përkatësisht secili deputet, duhet të votoj për, kundër apo abstenim, sepse konstituimi i kuvendit nuk është përgjegjësi vetëm e mazhorancës, vetëm e fituesit të zgjedhjeve, por të gjithëve. Andaj u bëj thirrje edhe një herë deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës që në përputhje me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe me të drejtat dhe obligimet e tyre të marrin pjesë në votim, dhe me që e provuam votimin e hapur, le ta provojmë edhe votimin e fshehtë, sepse asisoj e parasheh edhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese nga viti 2014.